Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se po takojmë në këtë edicion të ri informativ. Një zjarr ka përfshirë mëngjesin e sotëm një lokal në rrugën Bej në kryeqytet. Lidhur me rastin ka folur Mal Gashi, komandanti i brigadës së zjarrfiksëve në Prishtinë, i cili ka bërë të ditur për Klan Kosovën se ekipet ndodhen aktualisht në terren dhe zjarri ka arritur të shuhet. Ndërsa policia ka thënë se për zjarrin informatën e kanë marrë rreth orës 7 të mëngjesit. Zëdhënësi policisë së kryeqytetit Enis Plana ka bërë të ditur për Klan Kosovën se zjarri është lokalizuar dhe ekipet e policisë po vijojnë hetimet, ndërsa të lënduar nga rasti nuk ka. Në dhjetor të vitit 2024, policia e stacionit në Kaçanik kishte pranuar një informat për vjedhje të rënd nga një qytetar me qëndrim të përkohshëm jashtë vendit, i cili kishte raportuar se persona të panjohur kishin hyrë në shtëpinë e tij në fshatin Dubravë të Kaçanikut, duke vjedhur një televizor me vlerë rreth 1.800 euro. Më pas, policia ka njoftuar se janë siguruar informacione se televizioni i vjedhur gjendej tek një person me inicialet të RB, i cili gjatë intervistimit ka deklaruar se atë e kishte bler nga i dyshuari BB. E dje është arrestuar BB, i cili ka pranuar kryerjen e vjedhjes dhe shitjen e televizorit. Ndërsa ndaj blerësit, RB është iniciuar rast për veprën penale blerja. Në fund, televizori është kthyer pronarit të parë. Ndërsa në fushë Kosovë, 2 persona kanë rënë në prangat e policisë pasi që të njëjtit dyshohet se në mënyrë të vazhdueshme kanë kishte përdorur të dhënat e kartelave bankare të personave të huaj për përfitime personale. Në raportin policor bëhet e ditur se në konsultim me prokurorin është kontrolluar pronat e dyshuarve. Gjatë kontrollit është sekuestruar një telefon, ndërsa të dyshuarit pas intervistimit janë dërguar në mbajtje. Policia e Kosovës sot ka dhënë disa detaje të tjera rreth arrestimit të një të riu gjatë së mërkurës pasdite në Podujev, i cili terrorizoi qytetin me Kalashnikov në dorë. Në raportin policor bëhet e ditur se i riu dyshohet se ka shtënë me armë zjarri në drejtim të 2 burrave, por të cilët nuk janë goditur. Në vendin e ngjarjes janë gjetur 6 gëzhoja, ndërsa nga predhat janë dëmtuar 2 vetura. Sipas policisë, nga i dyshuari është konfiskuar një armë AK-47 me një karikatur me 15 copë fishek, ndërsa me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje. Procesi i rinumërimit të votave të zgjedhjeve parlamentare të 28 dhjetorit është duke shkuar drejt fundit. Nga përditësimi të dhënave në web faqen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, shihet se rinumërimi i votave ka shkuar në 88% të vendvotimeve, apo 2244 nga 2557 sa janë në total. Nëse cilën parti ka kandidat që ka rezultuar se në numërimin e parë kanë përfituar qindra vota shtesë apo kanë humbur qindra vota. Kampioni e këtij manipulimi ka dalë të jetë kandidatët e Partisë Demokratike të Kosovës me 10 mijëra vota të manipuluara. Për këto manipulime, prokuroria dhe policia deri tani morën aksione në Prizren e Malishev, ku janë ndaluar 10 komisioner. Ndërsa në Shqipëri, bazuar edhe në informacionet e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, gjatë pasditës së sotme dhe ditës së nesërme, pritën rreshje në disa qarqe të vendit lokalisht intensive dhe të shoqëruara me shtrëngata. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile kërkon rritjen e vëmendjes dhe gatishmërisë nga strukturat e mbrojtjes civile dhe institucionet përgjithëse në nivel vendi dhe qendror për marrjen e masave parandaluese. Agjencia kërkon që bashkitë në zonat me risk më të lartë të forcojnë gatishmërinë operacionale dhe të ndjekin në mënyrë të vazhdueshme situatën në terren. Prefekturat të përcjellin informacionin pranë bashkive dhe të raportojnë në kohë çdo situatë pranë qendrës kombëtare operacionale të emergjencave civile. Ndërsa Kroacia nuk do të bashkohet me bordin e paqes të presidentit amerikan Donald Trump. Kështu ka njoftuar kryeministri kroat Andrej Plenković pa dhënë një arsye për vendimin. Ai para gazetarëve tha se pas një analize të kujdesshme, qëndrimi i qeverisë është se në këtë fazë Kroacia nuk do të bashkohet me bordin e paqes për arsye të shumta. Ai shtoi se nuk do të specifikonte arsyet. Qeveria kroate kishte treguar më parë se vendi ishte ftuar të bashkohej me strukturën e kryesuar nga Donald Trump. Plenković kishte deklaruar se Kroacia, një antar e Bashkimit Evropian, po pret që Bashkimi Evropian të harmonizonte qëndrimin e saj për këtë çështje. Një aeroplan pasagjerë është shtrëzuar në veri të Kolumbisë duke vrarë kryesisoj 15 persona që ishin në bord. Lajmin e ka konfirmuar linja ajrore shtetërore e vendit Satena. Në një deklaratë, ajo tha se avioni i saj pësoj një aksident fatal, por nuk dha detaje të mëtejshme. Mbetet e avionit tani janë vendosur në një zonë malore.
Lista zyrtare pasagjerëve përfshin ligjvënësin Diogoneze Koitere Amaya dhe Carlos Solcedo, një kandidat në zgjedhjet e ardhshme për Kongresin. Satena më parë tha se kontakti me aeroplanin u humb 11 minuta para se të ishte planifikuar të ulej në qytetin Okana pranë kufirit me Venezuelën gjatë së mërkurës. Tërsa deputetët e Somalisë bën hallakam në seancën e djeshme të kuvendit. Ata me shumë zhurmë duke ju fryer edhe filikaqave, kundërshtuan disa ndryshime kushtetuese që ja zgjasin mandatin kryeparlamentarit. Kretë kjo zhurmë po bëhet për një arsye. Ligjvendësit të parlamentit të Somalisë po kundërshtojnë ndryshimin kushtetues nga kryetari. Madje kjo shkoi përtej britmave. Çka bëri që mbledhja së mërkurës të pezullohet? Këta ligjvënës sot u bën simboli i shpëtimit të parlamentit, pasi ata mbrojtën ekzistencën e sovranitetit të Republikës së Tretë të Somalisë dhe për sa kohë që ne jemi gjallë, ne do ta mbrojmë dhe ruajmë atë. Nga opozita u tha se ndryshimet që u propozuan do të lejonin zgjatjen e mandatit të kryeparlamentarit që s'ka do në maj. Pyes veten se si një deputet i cili është betuar të tregoj argumentin e tij përmes rezistencës pasive dhe ka të drejtë të dalë para parlamentit dhe të thotë, po ose jo, mund të përdor dhunë. Kjo nuk është e pranueshme. Somalia ka qenë në një kushtetutë të përkohshme që nga viti 2012 dhe përpjekjet e përsëritura për ta finalizuar atë kanë nxjerrë në papërçarje të thella mbi qeverisjen dhe ndarjen e pushtetit midis qeverisë federale dhe shteteve rajonale. Me ka që dhe mbyllim këtë edicion informativ, por ju vazhdoni të qëndroni këtu me Gonqën dhe kolegët tjerë në ora 7. Mirupafshim. Të faleminderit shumë Enes për gjitha këto informacione që i sollën në